E trit Berisha është i bindur se ekiptarët do të ndihmojnë Milanin të dalë nga momenti i vështirë që po kalon. Portieri kombëtar shqiptare u transferua nga kampionati suedez te Lazio duke ignoruar ofertat e tjera pikërisht pas bisedës me Taren. Ai ka treguar se si ndodhi gjithçka në vitin 2013, ku nisi aventurën e tij në futbollin italian. Berisha ka treguar për TMV cilësitë e Tares si për të negociuar me lojtarët, por edhe për t'i përmirësuar ata në momente të vështira. E trit, le ta nisim nga këtu. Si të bindi të zgjidhje Lazio në ekiptare. Unë duaja në Suedi dhe gjithashtu për ekipin kombëtar, po shkonte mirë dhe isha dhe quajtësi penaltive të ekipit, kështu që u fol shumë për mua. Kisha mundësinë të shkoja në Premier League në atë kohë, por duke folur me Taren mbaj mend se ai u tregua më konkret, duke më shpjeguar mirë si atë që më interesonte për të tashmen, ashtu edhe për të ardhmen. Ai i zhduku të gjitha dyshimet e mia. Çfarë ju bindi nga ai më vonë, si drejtues? Për lëvizjet në treg që ka bërë, të gjithë e dinë sa i mirë është veçanërisht ato me kosto të ulët, por gjë e rëndësishme që dua të nënvizoj se ai jeton me ekipin. Ai është një person me personalitet, nëse shet dikën në nivelin e duhur, nuk ka frikë të thotë gjërat ashtu siç janë. Pastaj për aftësinë dhe zgjedhjen e rrugës që duhet ndjekur të fjalët e duhura që duhen përdorur, që janë të nevojshme për të përmirësuar një lojtar, si me lojtarët e rinj, ashtu edhe me veteranët. A është Taren njeriu i duhur për Milanin? Ai fitoi shumë me Lazio dhe të mos harrojmë se ata ishin afër fitimit të titullit edhe në vitin 2019. Nëse ai shkon te Milani, jam i sigurt se do t'i jap një ndihmë të madhe. Cilët janë lojtarët më të fortë që keni parë të sjellë në Rom? Që kur erdha unë kanë ardhur shumë, Felipe Anderson, De Vrij, Milinković-Savić, Immobile. Këte janë vetëm disa emra që më vinë ndërmend tani. Pastaj shtoi njërin që ishte vërtet shumë i mirë, por që nuk arriti të tregonte veten, Raven Morrison.